Rezervuari i ujit në fshatin Bardhanjor të komunës Rrethina është i papërdorshëm që nga viti 1997, ndërsa gërryerjet e vazhdueshme rrezikojnë që diga të shpërthejë, gjë e cila mund të çojë në përmbytje masive të tokave dhe shtëpive deri në afërsi të qytetit. Alarmi është dhënë nga Ndos Hanja, banori i këtij fshati, i cili thotë se që nga viti 2010 gërryerjet kanë qenë të vazhdueshme. 2010 ky rezervuar kur u përmyt në Shkodra, edhe ky filloi përmytjen nga shinat e shumta te Fonori, edhe grëv midis rezervorit. Sikur edhe 5 minuta të kishte zgjat duhia shiut e shtërgatat, ky do të kishte marrë me dhjetra dhe qindra familje të bardhëve Blenonit, edhe do t'i kishte qu me gjithë shtëpia në det. Ka met 1% pa u shkatru. Si kur një duhije portën që karon në 2010 dhe mytë në Shkodra, ky shkarkus në kjo se nuk vëhet dorë nga shteti, ky prep se prep do të agrojnë në sekunda edhe do t'i përmysin prep me dhjetra edhe qindra familje që ndodhen në nde. Firja që i baj administratorit, Vlash Pjetit dhe Valton Ademit edhe Pavlin Rëdomonit të vujnë dorë. Sipas këtij banori, rezervuari ka kapacitet që të vadisë mbi 100 hektar tokë, por që pas dëmtimit të tubit shkarkues, asgjë nuk ka funksionuar. Qysh në 97-ën edhe deri më sot që flasim nëpërmjet këtij televizorit, nuk është vadit kurrë milimetër, sepse është dëmtu nga keqbërësit Fonori dhe rrin i mushun në dimën verë. Nga shkarkusi laget vetë të nëzalli kilit me vorret katolike. Ky rezervuar uji është ndërtuar me qëllim vaditjen e tokave në fshat e deri në afërsi të Shkodrës. Ngritja e nivelit të ujrave po gërryen çdo ditë më tepër kanalin shkarkues, i cili në vitin 2010 ka pasur dëme të mëdha.